Unë jam Nasser Haruni, trajner I klubit boksit Shkupi. Pra, kohëve të fundit në arenat sportive po shfaqet një dukuri shumë e keqe, ku simpatizuesit në vend se të simpatizojnë ekipet e tyre, ata I shajnë bashkëkombëtarët e tyre pa më parasysh në palën tjetër, pra shpresoj që kjo dukuri të çrënjëroset dhe të shkojmë në stadium apo në salla sportive ta përkrajmë atë ekipin e zemrës. Pra, kohëve të fundit u pa edhe një reprezentacioni U21, të cilët e kishin një sukses të përbashkët dhe gjithë na gëzuan neve me pjesëmarrjen e tyre në kampionatin evropian në Poloni. Pra, duhet edhe një herë duhet ta ceki që këto dukuri të këqija të largohen nga sporti. Јас сум Мила Царовска. Говорот на омраза во Македонија се уште постои. Граѓаните со попреченост, граѓаните во социјален ризик, граѓаните од различна етничка припадност и многу други се уште се жртви на говорот на омраза. Имаме уште многу работа. Од тебе зависи дали ќе молчиш и игнорираш или ќе го дигнеш својот глас за почитувањето против омразата. Омразата е слабост.